kërkesa e SPAK mbritur në 16 dhjetor në Kuvendin e Shqipërisë për marrjen e autorizimit nga Kuvendi i Shqipërisë për heqjen e lirisë apo arrestimin e zëvendës kryeministres dhe ministres së infrastrukturës dhe energjetikës, njëherësh deputete e Partisë Socialiste, zonjës Belinda Balluku. Kujtojmë se deri më tani Këshilli për Rregulloren e Mandatet dhe Imunitetet ka zhvilluar vetëm një mbledhje, atë të datës 19 dhjetor, pra 3 ditë pasi SPAK dorësoi kërkesën në Kuvendin e Shqipërisë. Dhe pas rreth 5 orësh mbledhje të 19 dhjetorit, nuk u vendos, nuk u mor asnjë vendim, thjesht u shty se kur do të zhvillojë mbledhja e radhës së Këshillit për Rregulloren e Mandateve dhe Imunitetit. Pati një tentativë të dytë për mbledhjen e Këshillit me urdhër të kreut të Kuvendit Niko Peleshi, u thirr një mbledhje me datën 28 janar, por me kërkesë të Partisë Socialiste mbledhja u shty. Socialistët kanë pretenduar se Kuvendi i Shqipërisë, konkretisht Këshilli për Rregulloren e Mandatet dhe Imunitetit, duhet të presi vendimarrjen e gjykatës kushtetuese për sa i përket ankimimit të kreut të qeverisë Edi Rama për pezullim nga detyrat të Belinda Ballukut. E tashmë që kemi një vendimarrje tani që është